plotësisht se kjo drejtësi e re e dal nga reforma, produkt i vullnetit politik të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës, është duke kryer misionin për cilin u reformua. Patjetër, me pikat e saj të dobta, me pikat e saj të forta, por si gjithçka e re, konsolidohet dita ditës. Nuk do më dëgjoni kur të merrem me prokuror e gjyqtar, pasi secili prej tyre bën detyrën ashtu si e gjykon. Nuk do prononcohem kur për çështjen në nënhetim, pasi ato kanë rrugën e tyre, të cilën do e ndjek me diskrecion të plot, derisa e vërteta të marrë formë të prerë, cila do qoftë ajo. Por, unë si gjithë kolegët e mi të Partisë Socialiste, mbështesim reformën në drejtësi dhe produktet e saj, edhe kur prekemi personalisht, pasi ndryshe, nga sa thoni e mendohet, Partia Socialiste është një formacion politik serios, i vetmi në Republikën e Shqipërisë, ku fjala e secilit dëgjohet dhe fjala e secilit ka peshë. E ajo reform ka marrë mbështetjen e çdo socialisti. Ndaj, në respekt të plot të misionit të saj, nuk kam asnjë koment. Çështja qëndron se ju të nderuar opozitarë që më ndiqni nga kafja e parlamentit në këto momente, keni dy standarde për sa i përket reformës në drejtësi dhe për sa i përket SPAK-ut. Kur SPAK thret Saliun dhe Lozni ku kam qefti me zarfin, i cili është zarfi që pret 15 vite populli shqiptar për drejtësi, për një vrasje shtetërore në 21 janar, atëhere SPAK-u ndikohet nga Edi Rama. Kur SPAK-u thret Sali Berishën dhe e mban me arrest shtëpie për ditë e për muaj, dhe më pas, kur sot është i pandehur në GKO për korupcion pasiv të zyrtarëve të lartë, atëre Edi Rama e ndikon SPAK-un. Por, kur, sipas jush, sigurisht që do të flasë për gjitha, po ti ule pak atë zërin se e ke shqetësues në decibel, merret me majorancë